Po, për qikën tënde. Nuk kam mjaftueshëm, po ban. A mendoni se shuma e subvencioneve është e mjaftueshme për të mbuluar kostot e teksteve? Po, tekstet po. Po, mjaft. Për shumë nuk e. Po, sa i kemi marrë, ma herët ka 100 euro mirë, ka qenë, tash se di sa është ajo shumë. Nuk është. Ja, se di se në kanë emruvesh, në kanë qitë që di më aplikue, në qëtë numër, në qëtë artikull. Po. Nuk është e mjaftueshme në përgjithësi, kështu, po për libra po, për gjona tjera jo. Se jemi të moshuar, kemi qenë në kamat në qëfar nime kështu, s'jam të punue, edhe gruaja s'jam të punue, edhe kështu që nuk është, po për askan nuk është e mjaftueshme, do me thonë veç për libra po, për mjete po, për gjona tjera jo, për ma shumë jo. Për qanta më përgjithësi, do me thonë çka duhet, çka ka nevojë, duhet, ende ma tepër me shtue, me bon shtesë të mjeteve. Se veç për libra, nuk munda për shembull me dalë hakut me shtaparët. Se kur lëshohet një shumë, du të më lëshue shumë për përgjithësi, jo veç për libra, po du të më lëshue për gjitha gjanat. Po kjo është, për fëmijë është bodë mirë, për mi dhonë ndihme, për mi dhonë libra, tekste shkollore, diçka ma shumë, diçka mi unimu edhe nxënësve shkollës, është ma mirë edhe për prindë edhe për nxënësve. Po, dikon mjafton nështë për krejt, jo, po do është nështë edhe për tjerat, se nështë s'kanë mundësi krejt, a i të dikon është edhe prindi i do të mi unimu, mi dhonë për fleture, për çanta, për veshmbathje tjerat, shkojnë për shkollë, për udhëtime për tjerat, është edhe prindja do të mi unimu. Se veç një subvencion shumë i vogël nuk mënet mi dalën krejt vitin apo krejt muin për tekste, gati në ashtat të dikon gjitha në ashtat s'min mi marë, po do i marrin. Por këto çantat nuk mëjnë në ashtat me qatë shumë mi marë krejt. Me qatë shumë pare, së në mëjnë mi marë krejt, me çanta, me fletore e tjera të qeshme. Për para në fillim ka qenë ma mirë, se unë në arsim këm dollë penzion, po i marrë shumë nxënësat, i regjistrojshëm librat, shkojshë pa fillu viti shkollor, i marrë shumë librat. Në vërtet na i sillshin këto libri shkollore, se duka gjini, edhe në shkollë aty. Krejt ja shpërndaj shumë nxënësve, si pas nevojës jo, po krejt qka i në konë. E ta shpi shpërndajnë dhe pare, për mdokët në përmes, po duhet me apliku në përmes i Kosova, nuk e di. Printi marrin do të holla, do ja vlen kryesor, do s'ja vlen hiç, do i gjojnë vjetra, kështu që ma mirë ka qenë ato fillimet, se që bo që një 3 vjetë më mduhet. Po besoj që po, kanë llogaritur mirë, po ma mirë u konë, me punu. Se prind ka nevoja tjera, për shembull në vjesht, sidomos shtator, tetor, nevoja përgatitje për dimën, nuk ja vlen, do libra, ja vlen mongo, ne di, në televizor kom një shumë mësues, e arsimtar, janë në kohë. Se kjo është një shumë e mirë. Unë i ku ka pas 4 fëmijë të mi, o deshkëm ja ble librat krejt, kushteshin ato. Me libra, me fletore, me... Ta shumë mirë qeveria që për i subvencionon, ky ligj është më të mirë, po me të mënyra se di, sa është e suksesshme. Me pas buxhet mirë u konë, po edhe çanta, pse jo. Po kum dëgjua që shumë prind janë që kanë dalë jashtë në Zvicër, në Gjermani, kum dëgjua, sa është të vërtet nuk e di, që kanë marrë të holla për fëmijët që kanë pas të regjistruar këtu, edhe janë atje, shtete tjera. Zvicër, në Gjermani, që ajo fakt. Se dia kanë mund ministria me bo një farë klasifikimi. Për ndryshe mira, një lehtësimo për prindëve, dim na çfarë shtrejtime janë çfarë. Veç librat kushtojnë diku rreth 100 euro, po më duket.